Prokuroria Themelore e Gjakovës ka zhvilluar një aksion në ndyshimin për falsifikim të rezultatit zgjedhor në Malishev. Komisionerët janë intervistuar në Gjakov nga Drejtoria Rajonale e Policisë së Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore të Gjakovës në komunën e Malishevës. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në total janë manipuluar 5704 vota. Sipas të dhënave të përditësuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 3273 vota i ushtuan kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ndonse të njëjtat nuk i kishin marrë nga qytetarët. Përfituesi më i madh i këtij manipulimi është Gament Maliçaj, i të cilit në numrimin në qendrën komunale të numrimit i është shtuar 927 vota më shumë se sa kishte marrë realisht. Përmes manipulimit, 728 vota i janë shtuar edhe në Malishev kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës, Feta Paçarisit, dhe 703 vota janë shtuar edhe Adnan Thaçit. Edhe brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës ka patur manipulim të votave të qytetarëve. Kandidati Gëzim Hazrolli i janë shtuar 340 vota përmes manipulimit. Pas rinumrimit, vjedhjes së votës është evidentuar edhe në listën e lëvizjes vetvendosje, ku kandidati Valon Hoti gjatë numërimit i janë shtuar 312 vota më shumë se Gani Krasniqit, ku janë shtuar 271 vota. Manipulimi është vëretur edhe nga Nisma Social-Demokrate, ku Vasel Krasniqi përmes manipulimit janë shtuar 264 vota e Besian Mazrekut 145 vota.